Bari është kryeqyteti i rajonit të Apulias, në jug të Italisë. Themeluar nga Piucetios, ajo lulëzoi në kohën romake. Pas një periudhe të shkurtër në të cilën u bë një emirat arab, Bari u rikuperua nga perandoria romake lindore dhe u kthye në një qendër të rëndësishme fetare rreth shekullit të 11. Aktualisht Bari është një qytet modern që ka arritur të ruajë traditat e tij dhe mbi të gjitha trashëgimit e tij të pasur monumentale. Një klimë e këndshme mesdhetare dhe gastronomi e shijshme plotësojnë atë që Bari mund t'ju ofrojë. Nëse doni ta njihni më mirë këtë qytet të Pulias, ju ftojmë të na ndiqni. Ne do t'ju tregojmë se çfarë mund të shohësh në Bari. Qendra historike e Barit është lagja San Nicola, edhe pse bërthama e saj origjinale është brenda mureve të kalasës saj spektakolare Norman. San Nicola shtrihet midis dy porteve të qytetit e dominon bregun e Jonit, një nga më të bukurit në Italinë e Jugut. Por, pa shumë të mëtejshme, ne do t'ju tregojmë se çfarë do të shihni në kryeqytetin e Pulias. Kalaja normane e Barit, e ndërtuar rreth vitit 1132 nga mbreti Norman Roger II, u shëm nga banorët e qytetit për të rindërtuar 100 vjet më vonë me urdhër të Federico II, perandorisë së shenjtë romake gjermane. Më vonë pjesët e tjera u shtuan në kompleksin e kalas. Sot ju mund të përdorni atë nga një urë dhe një portal gotik që të çon në një obor të rilindjes. Kullat dhe bastionet plotësojnë imazhin e një fortifikimi shumë të ruajtur që do t'ju magjeps. Bileta për një vizitë në kala kushton nga 6 deri në 9 euro për person. Kalaja normane e Barit, më pak e njohur për këtë kështjellë, është se të dielave një turne në Bari nën tokë që ju tregon vendet më misterioze në qytetin apulian. Katedralja e San Sabinos, ndërtuar midis shekujve mbi rënojat e katedrales perandomike bizantine, është një nga tempujt më të bukur në Italinë e Jugut. Në fakt konsiderohet si një nga mostrat më të suksesshme të arkitekturës romane apuliane, që në shekullin e 17 elementët u prezantuan në stilin barok brenda që e bëjnë atë më tërheqës. Bileta për të vizituar këtë atraksion kushton 20 euro për një tur të plot në brendësi. Bazilika e Shën Nikolës është ndërtuar në vitin 1087 për të strehuar reliket e shenjtorit që jep dhe emrin. Ai u varos fillimisht në myra, por legjenda thotë se gjatë udhëtimit të tij Shën Nikola kaloi nëpër Bari dhe tha se donte të varrosej në qytetin apulian. Sido që të jetë, ju këshillojmë të vizitoni këtë bazilikë, është një mrekulli romane edhe më e bukur brenda. Ajo që bie në syn ka një tavan prej drurit të praruar dhe me piktura të shekullit të 20, altar prej argjendi me një tent mermeri dhe skulptura e Elia Carriga. Një vizitë brenda bazilikës kushton 12 euro. Pallati i Krahinës është ndërtuar në fillim të viteve 30 të shekullit të kaluar për të vendosur administratën e Barit. Ajo është në stil elektrik dhe theksohet në 3 kulla me orë, të cilat ngrihen më shumë se 60 metra nga toka. Pallati është në breg det nga Bari, do me thënë në bregun e detit. Kjo u përuruar në vitin 1927 dhe është një nga më të bukurat në Itali. Shkon nga porti vjetër në të ri dhe përfshin ndërtesa të bukura si ajo që përmendëm, Putina e Nacionit ose teatri Kursal Santa Lucia. Një atraksion për të vizituar në Bari është teatri Petruzelli. Pikërisht nëse flasim për teatro, më e bukura në Bari është ndoshta Petruzelli, përuruar në vitin 1903. Ky teatër paraqet një stil neoklasik dhe pësoi një zjarr në vitin 1991, megjithse u rindërtua shumë shpejt.
Numri i madh i teatrove në kryeqytetin e Pulës nuk do të dështojë të tërheqë vëmendjen tuaj. Përveç 2 më lart, ajo ka po ashtu teatri Piceni, inauguruar në 1854, Margarit, Abelian, Piccolo ose shtëpinë e Pulcinellas. Një vizitë në teatr kushton 5 euro. Palacio Mincusi është një perl tjetër e Barit, që është ndërtuar në fund të 20-tave të shekullit të kaluar dhe është një bukuri e vërtet. Ishte menduar të strehonte një supermarket që për dekada do të ishte një ikonë e qytetit, ndërkohë ndërtesa dallohet për fasadën e saj me një zbukurim të pasur dhe për kulmin që kurorëzon atë. Një atraksion që mund të bëni në çdo vend që vizitoni, por edhe në Bari, është shëtitje rreth qytetit. Bari gjithashtu ka një ambient të mrekullueshëm, por afër kryeqytetit ju këshillojmë të vizitoni 3 qytete të vogla, secili më i bukur se tjetri. Më i popularizuari është Alberobello, karakteristik për shtëpitë e rrumbullakta prej guri me çati ikonike. Nga ana tjetër, është një nga fshatrat më të bukur në Itali për qytetin e tij të bukur dhe të vjetër. Dhe së fundmi, Monopol. Megjithëse ka gjithçka një qendër të vjetër interesante, ajo spikat sepse ju ofron më të mirë në plazhet nga zonat përreth. Nëse ju shkoni të uritur ose padyshim udhëtimi ju shton urin, ja se çfarë mund të konsumoni në Bari. Ju nuk mund të largoheni nga Bari pa provuar kuzhinën shishme të Pulës. Ai bazohet në perime dhe bishtajoret e mrekullueshme të zonës, por edhe në peshk apo djathtrat e Adriatikut si dhe Castrello dhe Casiacavella. Dhe sigurisht makaronat janë të një rëndësie thelbësore. Pjata tipike par excellence e Barit është orkid, preci sylist, saktësisht një lloj makaron, forma e së cilës i ngjan një veshi dhe përgatitet me mish të pjekur dhe salcë. Ato janë gjithashtu një pastë cavalleti, të cilat kombinohen me fruta deti. Nga ana e tij, oriz tek bares, ka midhje, patate, domate dhe majdanoz, ndërsa çeçi dhe tria ata mbajnë qishra dhe makarona të freskëta dhe të skuqura. La polenta e skuqur bazohet në miell mistri dhe focaccia në lokal, ku ka mbushje me vezë, domate, ullinë të gjelbër dhe djathtë pecorino. Për të pirë ju keni pavarësisht verrat e Pulës, ato kanë disa emërthime origjinale, midis këtyre Alezio, Brindisi e të tjera. Lidhur me ëmbëlsira duhet të provoni patjetër Sporcamus, një ëmbëlsirë me sheqer dhe krem të mbushur. Dhe gjithashtu ai pasticetto, një top makarona gjithashtu i mbushur me krem dhe i shishëm. Ky është më i miri që mund të bësh nga një udhëtim në kryeqytetin e Pulës. Po ashtu Bari paraqet një klimë mesdhetare, dimrat janë të butë dhe disi me shi, ndërsa vera zakonisht është e thatë dhe e nxehtë. Temperaturat rrallë bien në 9 gradë në sezonin e parë dhe te kalojnë 30 në sezonin e dytë. Prandaj, koha më e mirë për të vizituar Barin është pranvera dhe vera. Është koha e fluksit më të madh të turistëve në fakt, por klima është e përsosur dhe madje uji i detit ka një temperaturë të këndshme. Mjeti më i mirë i transportit për ju që të udhëtoni në kryeqytetin e Pulës është aeroplani. Aeroporti Bari Palese është vetëm 8 kilometra nga qyteti dhe ka komunikim të mirë me tren. Por porti është po ashtu një vend ndalje shumë e mirë për njerëzit që pëlqejnë lundrimi dhe ka linja të shumta hekurudore që e bashkojnë Barin me Romën dhe qytete të tjera në Italinë Veriore. Pasi në Bari ju keni një rrjet të mirë të transportit publik bërë nga autobuses dhe gjithashtu ka hekurolla urbane. Lidhur me këtë të fundit ekziston një linjë që lidh stacionin Barit Central me lagjen San Paolo dhe ka disa ndalesa. Së fundmi, Bari është një nga qytetet më të bukura në Italinë e Jugut, plot histori dhe monumente. Ajo gjithashtu ka një klimë të lakmueshme dhe gastronomi madhështore. Ju këshillojmë ta vizitoni. Nuk do të pendoheni teksa të jeni kthyer në shtëpinë tuaj.